Aktivistja shqiptaro-amerikane Evi Kokalari ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale se po lufton për të marrë Partinë Demokratike nga duart e Sali Berishës dhe klanit të tij. Për herë të parë Kokalari shpreh ambicien e saj, ndërsa paralajmëron se nuk ka ndërmend të ndahet deri në fund në ngratas së Berishës, ashtu si kundër ai nuk i ndahet PD-s. Demokratëve që refuzojnë të luftojnë për të shpëtuar PD-n i kujtoi se nuk do fusin kurrë këmbët në atë parti kur ta marrin nga pengmarrësit. Kështu që mendohuni mirë se ku doni të pozicionoheni në gremin të përjetshme apo fitore masive, shprehet Kokalari. Postimi i plot i saj: "Ja kam thënë Sali Berishës privatisht, mbas humbjes, dhe po e them edhe publikisht, në ngratës së tij nuk i ndahem ashtu si Berisha nuk i ndahet Partisë Demokratike." Demokratëve që refuzojnë të luftojnë për të shpëtuar PD-n i kujtoi se nuk do fusin kurrë këmbët në atë parti kur ta marrim nga pengmarrësit, kështu që mendohuni mirë se ku doni të pozicionoheni në gremin të përjetshme apo fitore masive. Momentalisht jam e vetmja që po luftoj hapur për të marrë PD-n nga duart e Berishës dhe klanit të tij. Duke e pasur parasysh që politikisht jam maturuar në Amerikë, nuk kam asnjë mëshirë për situatën që po përjetojmë si opozitë si e tillë. E vetmja mënyrë për të transmetuar atë çka ndjej është të ndaj me ata që nuk kuptojnë fjalët e arta të gazetarit konservator dhe legjendar Andrew Breitbart, drejtuar medias që luftonin median e djathtë duke i etiketuar ata si të paudhë dhe ekstremist. Jo vetëm që atë parti do e marrim, por do ta pastrojmë, rithemelojmë siç duhet kësaj radhe, do ta bashkojmë dhe do ta çojmë në fitore do apo nuk do Sali Berisha, përfundon paralajmërimin e saj Evi Kokalari.